tjetrën dhe për ta përdor këtë pastaj si mundësi për gjeneru një numër caktuar të votave. Megjithatë përgjithësia edhe unë mendoj që është proporcionale, kush ka mundësi me bë më shumë institucionet është ai që ka vota më shumë. Mirë po ne dim që pa një marrëveshje, asnjë parti nuk i ka votat e mjaftueshme, që pa një marrëveshje ti mund të bëhet qeveria, mund të konstituohet kuvendi, të bëhet qeveria, por pastaj mos zgjedhja e presidentit mund ta çojë vendin prapë në zgjedhje. Në pluralizmin politik që kemi dhe me këto vota aktualisht që janë, asnjë parti vetë nuk mund të shmangë zgjedhjet që presin pastaj vendin, në rast se nuk zgjedhet presidenti. Me gjas, ushtruesja e detyrës presidentit e ka pa edhe disponimin të partia prej cilës vjen që nuk ka marrëveshje. Dhe ne dim që pa marrëveshje nuk bën institucionet, mirë po fakti që nuk ka biseda mes partive, nuk ka kontakte mes partive, është një tregues që partitë janë larg pozicione larg njëra tjetrës, dhe këto pozicione të larta nga njëra tjetra tregojnë që marrëveshja është shumë lart mes partive politike, edhe pse kanë mbetë 2-3 javë, 2 javë nëse s'gaboj, për të konsumu afatin brenda secilit duhet të krijohen institucionet. Me gjas ajo e ka pa që nuk ka një marrëveshje dhe nuk e ka pa tullës që taftoj një seancë pa një marrëveshje mes partive politike, si duket tani të zhvillimet brenda LDK-s pak edhe kanë kompliku pak çështjen, sepse me gjas ata i kanë përbrendsu një lloj obligimi e kanë marrë brenda vetes, sikur po shkojmë zgjedhje ose nuk po shkojmë, ose i kanë lidhë reformat e brendshme me fatin e krijimit të institucioneve, ndoshta leadershipi aktual i LDK-s. A vështirëson profesor situata në LDK edhe krijimin e institucioneve? Pikërisht për shkak të preferencave të lëvizjes së vetëvendosje, që tashmë janë publike në bazë të deklaratave të eksponentëve të VV-s, që më shumë e preferojnë një marrëveshje së një koalicion me LDK-n sesa me PDK-n. Problemet krijohen kur gjërat nuk shkojnë në bazë të statutit partisë dhe në bazë të parimeve. Nuk do duhet të lidheshin zhvillimet të brendshme me mundësinë e krijimit të institucioneve ose futjes ose mos futjes në koalicion ose marrëveshje. Po si duket brenda LDK-s, leadershipi aktual ose grupe tjera, kështu më sepse si duket aty janë disa grupe, sikur kanë filluar që të bëjnë politikë partijake të brendshme brenda partisë me çështjen e krijimit të koalicionit ose mos krijimit të koalicionit. Partia i ka organet e veta dhe pavarësisht kush do duhet të ishte në krye të partisë, partia merr vendim në bazë të organeve të partisë. Futet koalicion, nuk futet koalicion. Tani si duket, kryetari aktual sikur po përpiqet që ta mbajë pushtetin brenda partisë duke u thirrë mundësinë që po bëjmë një koalicion ose jemi afër një marrëveshje me vetëvendosin. Pra në mënyrë po bëhet partie brendshme, politike brendshme partijake me idenë e krijimit të institucioneve që nuk do duhet ishte. Pavarësisht kush është në krye të cilës do parti. Partia i ka organet e veta dhe merr vendim. Futet koalicion, nuk fut, bën marrëveshje, s'bën, çfarë lloj marrëveshje bën. Ktu si duket ka mungu tek LDK-ja dhe tani kjo ka thelluar problemin e brendshëm, tani kjo deklarata që disa po pengojnë që të bëj koalicion, kjo dëmton edhe më shumë LDK-n sepse e përbrendson çështjen e krijimit të institucioneve brenda LDK-s. Domethënë e merr komplet fajin LDK-ja që në rast se nuk bëhet koalicioni është një grup aty që kanë qenë kundër ose me fjalë të tjera dëmtohet e tërë partia për shkak të... Pra sipas jush LDK nuk duhet të shkojnë në koalicion me vetëvendosjen? Varësisht si vendosin organet e partisë. Vetëm ideja është që duhet vendosin organet e partisë. Pastaj, kushdo që është kryetar, ai zbaton vendimet që i marrin organet